Përshëndetje zonja dhe zotëri, jeni me lajmet në DTV. Qysh nga mëngjesi i hershëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hapur disa qendra votimi. Kandidatja demokrate për president SBA-s, Kamala Harris, ka shpërndar një postim në rrjetin e saj Facebook. Ajo ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të shprehin të drejtën e tyre përmes votës. Kundërshtari i saj Donald Trump ashtu ka bërë të njëjtën thirrje. Është koha për të dalë të votojmë, kështu së bashku mund të bëjmë Amerikën e madhe sërish, ka thënë Trump. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka thënë se pavarësisht se kush i fiton në zgjedhjet në Amerikë, Kamala Harris apo Donald Trump, SBA do të mbetet aleati më i rëndësishëm strategjik për Kosovën. E pyetur për ndikimin e zgjedhjeve amerikane në Kosovë para shtetit tha se vendi yt në vazhdimsi ka pasur mbështetje nga të gjitha qeverisjet amerikane dhe pret të njëjtën gjë. Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci, ka thënë se digitalizimi ka prioritet dhe rëndësi të veçantë për bujqësinë dhe për të gjithë zhvillimin ekonomik në vend. Në punëtorinë fillestare për programin e bujqësisë digjitale dhe planin e veprimit në Kosovë, Peci ka thënë se ky program do të sigurojë një qasje sistematike dhe të informuar për integrimin e mjeteve digjitale në të gjithë zinxhirin e vlerave bujqësore. Ai ka theksuar se programi do të ndikojë në përmirësimin e efikasiteteve të burimeve, forcimin ekonomik rural dhe ndikimin e kapaciteteve të firmave për të adaptuar praktika inovative. Koordinatorja për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara ka thënë se Kombet e Bashkuara do të mbështetin digitalizimin e bujqësisë me qëllim që Kosova të ketë një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm. Ndërmjet zhvillimit të programit digjital të bujqësisë dhe planit të veprimit, Organizata e Kombeve të Bashkuara të Ushqimit dhe Bujqësisë do të mbështet Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural për të katalizituar transformimin e plot duke ofruar një vizion të qartë për digitalizimin e bujqësisë në Kosovë dhe hapave të mëtejshëm. Lëvizja vetëvendosje ka kujtuar sot Astrid Deharin me rastin e 8 vjetorit të vdekjes së tij. Kryeministri i vendit Albin Kurti së bashku me kryetarin e Kuvendit, nënkryetaren Saranda Bukujevci dhe antar të kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, ministrat kanë bërë homazhe para varrit të Astrid Deharit. Avni Dehari, baba i armënar dhe Astrid Deharit, i falenderoi të gjithë pjesëmarrësit që bën homazhe para varrit të djalit të tij, duke thënë se ky rast duhet të çohet deri në fund dhe drejtësia të vihet në vend. Sot mbushën 4 vjet kur krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli e Recep Selimi janë dërguar në paraburgim në Hag. Deputetët shprehin optimizmin se gjykata speciale do t'i shpallë ata të pafajshëm. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Enver Dugolli ka deklaruar se beson në drejtësinë dhe se krerët e UÇK-s do të dalin nga kjo gjykatë të pafajshëm. Sipas tij, UÇK-ja ka qenë e pastër luftë çlirimtare dhe jo një luftë okupuese në drejtim të Serbisë. Tutje Dugolli theksoi se krahas premtimeve për krime lufte nga UÇK-ja duhet të ketë hapa akuzues për krime lufte ndaj UÇK-s. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Hisnem Berisha ka deklaruar se beson në drejtësinë që është në favor të UÇK-s. Berisha ka thënë se që nga fillimi i kësaj gjykate nuk ka pasur bazë për ngritje të akuzave. Nuk barë përgjegjësinë UÇK-ja për veprat dhe krimet e kryera pas kësaj periudhe, të cilën duhet të hetohet për zbardhjen dhe njerëzit duhet të marrin dënimin meritor, shtoi ai. Ndërsa për vazhdim tutje të kësaj gjykate, Berisha ritheksoi se është marrë një drejtim tjetër dhe jo vendosës i drejtësisë, por i bërjes politike. Krerët e UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakub Krasniqi ndodhen në paraburgim të Hagës që nga nëntori i vitit 2020.
Gjykata themelore e Ferizajit ka bërë të ditur se janë ndaluar për 48 orë një zyrtar policor dhe një zyrtar doganor në pikën kufitare Hani e Lezit. Sipas njoftimit të policisë, thuhet se ata janë ndaluar për bashkëkryerjen e veprës penale marrja e rishfetit. Një foshnje e posalindur është raportuar e vdekur të hënën në qendrën klinike universitare të Kosovës. Për rastin tashmë është iniciuar edhe një hetim nga drejtori i ginekologjisë. Drejna i tha se po analizohet se frytje e pacientja tashmë janë dërguar për autopsi, ku pritet të zbulohet shkaku i vdekjes. Ai shtoi po ashtu se janë marrë edhe deklaratat e mjekëve të cilët kanë dëshmuar në lidhje me rastin. Ish drejtori i arsimit në komunën e Drenasit, Sadik Tahiraj, i cili po akuzohet për korrupsion, gjatë dhënies së mbrojtjes tha se nuk ka përfituar asgjë dhe se komuna nuk është dëmtuar nga ky proces, që shkolla e Dobroshevsit në Drenas për të cilën po akuzohet se ka marrë mjete dhe rishfet. Zonja dhe zotrin, kaq kishim për këtë edicion të lajmeve. E deri në edicionin e radhës, Min Beqi.